Soheila Misini është një artiste e re, e cila faktikisht e ka zgjedhur rrugën e muzikës, ka marrë pjesë në shumë festivale, sigurisht që ka potencial që të bëhet shumë e zonja në karrierën e saj, në fushën e saj pra në muzikë. Mirë mëngjesi Soheila, kënaqësi që të kemi sot në #gjese. Faleminderit për ftesën. Më thuaj si je fillimisht edhe apritove me ardhur sot në emision të mëngjesit? As pak. As pak. I ke kështu mëngjeset e hershme? Po. Jeti nga ato artistët që preferon të qëndrojnë natën pak më gjatë? Apo kujdesi që me flajt më herët? Donjëherë. Atëherë, Soheila, unë veç të prezentova dhe pra muzikën e ke fillu prej moshës 7 vjeçare, tregon fillimisht si lindi ky pasioni për muzikën, e ke të trashëguar, këndon edhe dikush tjetër nga familja, apo je vetëm ti? Vetëm unë kënoj, ku për moshës 7 vjeç, kur ja kum nisë me kënu, diqysh më ka pëlqyer shumë, kum dosh me po si hobi diçka. Dhe i kum tregu prindve të mi që po du më ja nisë karrierës për me këndu, edhin se më do kë shumë diçka, edhin që më shkon. Dhe prindve me tha hajtë e përvojmë ta, kështu që për momentin të më shku shumë mirë, ta është... Mirë po, kështu ke fillu me këndu atë të shtëpia, me shoqe ka pak, mandej si erdhi deri tek këto kontaktet, ose me bo një kongë, me incizu një kongë edhe me marë muzikën, ndoshta pak ma seriozisht? Pak ma seriozisht, kur ja kum nisë me shku në studion Diamond Fest, e cila drejtorisha ime unë Njumza Mesini, dhe prej atyshit ja kum nisë me bë konga edhe me shku në për festivalet ndryshme. Cila është kënga jote e parë? Kënga e parë është Summer Happiness, qëtë të shka. Mi po pëse zgjodhe të këndosh anglisht, a? Po se mu anglisht më shkon... E ke më të me u shprej ashtu, e kupton më mirë, apo? Anglisht më i më kënu më mirë, që që për qëta. Ndërsa me muzikën shqipe? Po dhe me muzikën shqipe. E ndëgjon? Po. Okej, do më vazhdu, ke plane me më vazhdu në gjuhën angleze, gjuhën shqipe, ke plane në tregun vendor këto, apo për tej? Po tashti ma shumë shqipe diçka, po për zonë mu më shkon ma shumë anglisht me kënu. Okej, ty të pëlqen do shta më shumë, sa kongë ke në total? Në kongë 4, qështë diçka. Soheila, ti ke marrë pjesë edhe në festivale, pra në Ferizajn Diamond Fest, je shpallur fituese e këngës Mos Gjyka, pra një kauz kundër bullizmit. Të flasim pak për këtë pse, ose çka të shtyu që me realizu një këngë edhe me marrë pjesë në një festival, pra me kauzën kundër bullizmit. Ndonë se je re akoma në mosha, dhe jo shumë moshatarët tu, ndoshta bëjnë këngë tilla ose marrin kauzë tillë. Po, arsyeja pse e kum bë që të këngë, sepse shumë zonca moshën teme vujnë pi anktit, stresit ose depresionit pi personave që ajdin e shkaktojnë këtë gjë për më kona i person, edhe dijen keq mendojnë që nuk janë nuk ndjen ndoshta komfort, karshi atyre. Ke pas të shta në shoqërinë tënde, dikush nga rrethit shoqëror, qoftë në shkollë, qoftë edhe jashtë shkollës, edhe që të ka shty me bo këtë kongë? Jo atë shumë, se mu nuk më kanë ndodhur që këtë sen, nuk më kanë gjiku për gjanat që kum bo, ose që kum këndua në i sen. Gjithë më kanë njëpë më pozitiv, edhe po kum dosh me bo që të kongë për vajza tjera më shën temë, që për që ta. Mirë po, ka pas nga ato dikush që, ose ndoshta të ka kontaktu, të ka falenderu, të ka rëfy diçka, të ka tregu një histori të sajen? Vitëm me shoqënia që i foli këto gjona se... Pastaj e ke pas edhe ke marrë pjesë dhe në festivalin Fluturat në Kumano, ku e shpallur artistja më e mirë e festivalit. Po, ajo kam shumë gëzim për mu, se ishte diçka edhin që nuk kom pritë se zoni më i mirë, diqy shumë duke shumë që më i mirë. Po, e qaja. Pastaj e kemi edhe Bletësat në Tëtov. Bletësat në Tëtov e ke Zëri më i mirë, pastaj festivali Christmas Voice në Maltë, e ke përfaqësu Kosovën, e ke rëmby vendin e tretë. Ndalimi të kjo fundit pra pjesëmarrja jote në Maltë, me kë shkove, si shkove deri atje, kishte audicione, apo se? Me tregu drejt, nuk e kum besu që ma vendin e tretë, se ka pos shumë konkurrent. Edhe njëherë nuk e kum menu që ma naj vendin në isen, kështu se janë kom vetëm 3 vende, e para, 2 e 3, kështu që nuk besova njëherë, amo tana
që ku më venet të thret, mu diqysh unë ka shumë gzem, se diqysh Cila ka qenë kënga që ke marrë pjesë atje? U konë shumë kohë gjatë, nuk e di aqë sigurt, se... Në sa vjeç që ke qenë? So vjeqë, më do këtë 11-12 ashtu. Mirë, po kishte konkurent shumë atje, si e kujton atë eksperiencë? Ishin vetëm nga Evropa, apo nga e gjithë bota? Në Evropës më shumë ti. Po. Po atë me mundësin atje me u shushru edhe me nacionalitetet tjera, me vajzat tjera, djemë tjera, artist tjera. Po. Mirë, po qka shkëmbyet kështu, qka toshin ata për Kosovën ose për muzikën? Po ta është e ki kam pas mënime ndryshme, se kejtë mo që janë në për vende ndryshme, a din i ka përqy zonja me kejtë që... Edhe ti unë djeve mirë pa dyshim mirë, po kur u ktheve në shtëpi, në kuptimin u ktheve në Kosovë, si të pritën prindërit, shoqëria, shkolla? Janë gëzu shumë, edhe ata nuk kam prit diqysh janë gëzu shumë për mua, edhe më ka njopë shumë motiv, edhe shoqët e mija, diqysh vishë më ka nëru sukses, edhe u kom diçka shumë mirë për mua, se jam di shumë mirë në ato momente, që më kanë soportu që shaboj, që kja. Mirë po, cilat janë tash tutje, qka presin prej teje? Ke këngë të punuara kryesisht anglisht, e dëgjon edhe e këndon më shumë në gjuhën angleze? Këndoj më shumë në gjuhën angleze, po tu me bo edhe një këngë tjetër, ama në gjuhën shqipe, edhe ajo këngë mu shumë pëlqen se më shkon me zonën që e kam, edhe më ka pëlqy shumë, kështu që ndoshta në verës e bëj atë këngë. Mirë po, me kë... Ke dëshirë bashkëpunosh me dikën nga artistët? Ose kë ke favorit? Kë e pëlqen më shumë? Më shumë i pëlqej anglezët që janë Dua Lipën këta, po edhe artistë që janë pi Kosovës e kejtë. Po, ke dikë ma specifika? Ke dikën nga këta më të njohurit, që Davina Zeqirin, Limanin, dhe të tjerët mos t'ju mbesë bërsh? Amo, bas specifike ju të ashtim vorët, edhin, fra disponim jam që kënoj atë kongë, apo më kuptan, ta në qaja. Mirë po, ke plane, du të doja për me dikë të shkosh, ose plane të shkosh për tej vendit ton, apo që ndrosh për brenda Kosovës, me muzik, me karierë? E para më ndonë ashtu skenat e mdha me publik? Po, ata e kam ndër gjithë. Diqysh kam qef me eksperiencu atë sen, se nashta në mushën tamë nuk mund është tasht, po ose kur të rikna ma e modë, si për shambull në 10 e nalt, atare dhe moj, shumë e kam ndër për më ndodhë kjure më gjo. Mirë po, kush janë ata njerëzit që rinë gjithmonë afër teje? Afër meje, familja, shoqët e mija gjithë më kanë nejtë afër për çdo sen, edhe më kanë thonë që kur mos më dërzu, mos më dëgju njerëz tjerë që thujnë, se ata nuk e din që mirë për mua. Edhe diqysh ndina shumë një që i kam ofër, diqysh kur kam stresa në sen për gjithë gjë për muzik, ata më jopin motiv dhe diqysh me ikin stresin kejta, që kjo më vje shumë mirë për ata, kështë po. Mirë shumë, une faktikisht uroj shumë suksese, edhe uroj që kemi shkëllqy ku do që të shkon, une ndërku po të vrej që ki pak emocione për gjatë intervistës, është kjo e para? Jo bash e para, e treta me thonë, amo ju në që televizor. Mirë po, kamera edhe dritat edhe gjithmonë t'japin emocion, kështë që nësja fillon me mësu. Mirë atëre, Soheila, do me nga këndu diçka, në qovë nga këngët të tua, një refren, apo jo? Po, më me kënu këngën tam të fundit që e kam, një refren që ku në fillem që është. Tanë të vështirës si s'jam për ty, nuk je e vetë mja ti kët e din. Në erësir një ndri-driqon, mos u dorëzoje ti që fiton. Kjo këngë me qka cilja është mesazhi i kësaj këngë, qka është ideja kësaj këngë? Mos mu dorëzu për onda që i ki, adin nuk ka lidhje që ato njerëz tjerë që nashta nuk je mirë për këtë sen, ose adin shumë gjëra ndryshme që nuk japi motivim, adin me u dorëzu, adin që nashta nuk jam mirë për atë gjë, me bon, adin nashta nuk kam kapacitet, ama gjithë dësh me pas besim vetën edhe mos më dorëzu kur. Edhe nëse njerëz tojnë gjëra këshia, si për shembull. Ndoshta nuk u pëlqen ose të parazgjykojnë Po, parazgjykojnë.
Kush e ka shkru këngën, është të shkruar nga ti? Drejtërisht jam një Zamezinje, falenderoj. Mira atëherë, Sohila, është të kënaqësi të kishin sot në studio. Unë falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese tutje. Falenderoj shumë. Uroj që kur të vish herën tjetër të kemi me suksese të mëdha këtu në studio.